aleikum të nderuar shikues të podcastit të Miftynisë të Tovës, reflektimit të Ramazanit. 29 ditë, 29 mesazhe. Padyshim se muaji i Ramazanit është muaji më i bukur i vitit. Dhe ky muaj ka një lloj ibadeti që nuk e ka asnjë muaj tjetër. E ka një lloj ibadeti që me kënaqësi e presin fëmijët, pleqt, trit, po edhe gratë. Është një lloj ibadeti i cili bëhet vetëm gjatë këtij muaji dhe ka rëndësinë e vet dhe vendin e vet në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe ky ibadet është namazi i teravive. Padyshim se çdo i rritur dhe çdo fëmijë, qoftë ai frekuentues i rregullt i namazit në xhami apo jo, kur vjen muaji i Ramazanit, gjithmonë mundohet që të arrijë safet e para për ta shijuar kënaqësinë e këtij namazi kaq të bukur. Për këtë temë sot do të na flas hoxha i nderuar, imam i xhamisë së Rinis, hoxha i nderuar Ibrahim Efendi Alia. Selam aleikum hoxha i nderuar dhe mirë se erdhët në podcastin e Miftynisë. Aleikum selam, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Hoxha i nderuar, edhe pse ne pak a shumë jemi të informuar si xhamat për çështjen e namazit të teravive, por rrallë herë flasim në detaje për çështjen e namazit të teravive. Çfarë është namazi i teravive? Nga ka burimin, historia e tij dhe çfarë statusi ka në Islam? Atëherë fillimisht falenderojmë Allahun xhalla shanuhu i cili na mundsoi të jetojmë ose ta jetojmë edhe këtë Ramazan, edhe këto ditë të Ramazanit, me lutje të Allahu xhalla shanuhu që të na jep shëndet edhe ta përfundojmë kështu si e kemi filluar këtë muaj të Ramazanit. Gjithmonë salavatet, selamet qofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili na mësoi se si duhet ta jetojmë muajin e Ramazanit dhe në këtë drejtim na mësoi se çfarë namazi shtesë duhet bëhet në këtë muaj, e që është namazi i teravive për të cilin e do të flasëm, dhe zakonisht ne themi të lavdruar qofshin shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilët atë që u shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam u mundua në përpikshmëri ta realizojnë dhe ata na e bën me dije, sepse ishin njerëz sikur ne, na e bën me dije se kjo që u shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam është e mundshme të realizohet dhe po ashtu ne e bën me dije nëpërmes fjalëve të tyre se atë që na e porositi Muhamedi alayhi salatu wassalam, qoftë ajo në mënyrë urdhërore të veprohet apo në mënyrë ndaluese të ndalohet diçka, është në dobinë tonë dhe është e dobishme për ne për të realizuar. Temën cilën ne sonte do e bisedojmë ose do e trajtojmë bashkë me ty është namazi i teravis. Namazi i teravis është si çdo namaz tjetër, me dallim të dispozitës që ka, për shembull shkallën e dispozitës që ka, megjithatë është një namaz si çdo namaz tjetër që na jep mundësinë të bëjmë lidhshmërinë me Allahun xhalla shanuhu, sepse ne jemi krijesa të përbërra nga dy natyra, ajo e fizikës tonë dhe shpirtërorja jonë, ashtu siç kemi nevojë ta ushqejmë fizikën tonë për me qenë vital dhe të qëndrueshëm për të kryer obligimet tona ditore ose javore e mujore, kemi nevojë që të kryejmë edhe obligimet tona shpirtërore ose ta ushqejmë shpirtin ton që të jemi ma vital në besimin ton, për të mbrojtë besimin ton, për të forcuar besimin ton, dhe në anën tjetër për të pastruar shpirtin ton, dhe në anën tjetër kur dalëm para Allahu xhalla shanuhu, të jemi të shpëtuar, të pastruar dhe të jemi prej atyre që na drejtohet Allahu xhalla shanuhu, o ju shpirtat e mirë dhe qetësues, urdhëroni hyni në xhenetet e Allahu xhalla shanuhu që janë të përgatitur për besimtarët e sinqertë ose për besimtarët që e kanë ushqyer shpirtin dhe e kanë forcuar shpirtin dhe e kanë forcuar besimin e tyre. Atëherë namazi i teravis, ashtu siç e përmendët edhe ju, është një namaz që bëhet vetëm në muajin e Ramazanit, bën pjesë te namazet e natës, sepse namazet natës besimtari ka mundësi që të kryejë ose të bëjë gjatë gjithë vitit, mirë po në pjesë namazit natës është namazi i teravis, i cili u bë traditë profetike në muajin e Ramazanit. Nëse ndalemi dhe kërkojmë ose lexojmë në historikun e namazit
teraviz, do të hasim se kjo është një tradit profetike, ose ne si që quajmë në jurisprudencën islame, dispozita e tij është sunnet, nga sunnetet e forta, që mund të tregohet dallimi. Sunnetet e forta janë ato sunnete që vazhdimisht Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka kryer, dhe besimtari nëse i kryen ka sevap, nëse nuk i kryen nuk ka dënim, por nuk do të jesë në atë grupën që do të meritoj shefatin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ose që do mund të përfitoj sevap. Nuk do të shijohet kënaqësinë e Ramazanit ose ndërmjetësimit të shefatit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra është sunnet i fortë, sunnet muekkede që quhet në jurisprudencën islame, sunnet që e ka vepruar Muhamedi alayhi salatu wassalam që kur ai ishte gjallë, dhe historia shënon se Muhamedi alayhi salatu wassalam fillimisht namazin e teravis e ka fal veç mas. Dhe më thonë vetë. Edhe vazhdohet 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë gjatë muajit të Ramazanit, njerëzit sa më shumë tubohen dhe afrohen rreth Muhamedit alayhi salatu wassalam, se dëshira e shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam ishte se atë që bën Muhamedi alayhi salatu wassalam duheshte, ose dëshironin që ta bëjnë edhe ata. Pse e bënin këtë me një logjik? Sepse donin që edhe në xhenet të jenë me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Dhe atë që bënte Muhamedi, ata menjëherë mundoheshin ta praktikojnë ose të bëjnë si bonaj. Kështu që u tubuan shumë njerëz me Muhamedin alayhi salatu wassalam, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve nuk doli në xhami për të fal namazin e teravis, me arsyetimin, se më vonë kur e kanë pyet pse se ka bëu, sepse nuk ka dalë në xhami, me arsyetimin se nëse do të dilte për çdo ditë ta falte, do të bëheshte obligim dhe do të ishte rënd për ummetin për mrapa që ta krijnë, dhe kur të bëhet obligim, nëse nuk e krijnë atëherë edhe ndëshkohemi. Për atë arsye, Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk doli në xhami, dhe sahabët filluan të bëhen grupe në për pjesë të xhamis dhe të falin namaz të teravis. Dhe kështu vazhduan edhe në kohën e Ebu Bekrit, edhe në kohën e Omerit, ndërsa në kohën e Omerit, Omeri radiallahu anhu, këtë tradit të mirë e bëni do të themi një punë të mirë, ose një punë të hajrit, ose një risi të mirë, i bashkoi grupet që faleshin, një grup me një pjesë xhamis, një grup tjetër me një pjesë xhamis, një grup tjetër me një pjesë xhamis, i bashkoi në një grup dhe urdhëroi që të falen me një imam. Domethënë i bashkoi dhe caktoi që të falen 20 rekat. Domethënë edhe te numri, ndoshta më poshtë kisha ta përmendi, po kur e përmenda këtu 20 rekat, edhe këtu ka, domethënë, ihtilafat që themi në mendime të ndryshme se sa falen, mund të falen 8, mund të falen 12, mund të falen 20, po tradita ose mendimi i shumicës së dietarëve është që të falen 20 rekat bashkë me vitrin pastaj 23, e kështu ishte risia e mirë që bëni Omer radiallahu anhu në kohën e tij. Pra, namazi teravis është një namaz që e ka emrin namazi i pushimeve. Domethënë njeriu në namaz teravi duhet të kënaqet në atë kuptimin. Namazi teravis nuk është obligim për të na ngarkuar neve. Dhe për atë arsye nuk është fars, sepse farzin kemi mundësi apo nuk kemi mundësi, e kemi obligim ta kryjmë. Ndërsa namazi i teravis, ai që ka mundësi duhet ta bëjë lehtë, mirë dhe me kënaqësi, ta shijojë në maksimum. Për atë arsye edhe numri nuk është shumë, është fleksibil, nuk është i caktuar me sunet pejgamberit se ja kaq se rekat apo jo. Sa mundën njeriu, sa e ndjen të mundshme që të krijë, por kërkohet qetësi dhe kërkohet pushim ose kërkohet kënaqësi të bëjë atij. Qëllimi nuk është që ai vetëm të bëjë si numër reqatet, po qëllimi kryesor është që të shijojë maksimalisht namazin teravis, qetësinë që jep. Ne mund të flasim ta shpjegojmë sa duam, po vetëm ata të cilët e falin dhe u ka dhënë Allahu këtë kënaqësi ta shijojnë, vetëm ata mund ta ndjejnë këtë kënaqësi. Tamam, domethënë ajo është prej namazit të teravis ne kuptojmë ose duhet përfitojmë qetësinë, kënaqësinë dhe përmbushjen tonë nga ajo që kërkojmë në Ramazan të përmbushemi në aspekt besimit dhe në aspekt të sevapit ose punëve të mira. Kjo ishte shkurtimisht, ka shumë më gjanë me fol se çka është namazi teravis ose si falet, është shumë e thjeshtë si falet, një besimtar që falen rregullisht namaze
ditore, e ka shumë të lehtë t'i bashkoje pastaj D+D4 ose D+D4 deri në 20 rekat. Ne flasëm sidomos për besimtarët që e bëjnë namazin, atëherë namazin e taravis e bëjnë shumë më lehtë. Këtu dësha dalë pikrisht, nëse kanë të lehtë ato besimtarët të cilët e falin vetëm taravin, e kanë të lehtë ta mësojnë, ku mbet për këtë të cilët i falin edhe kohë tjera rregullisht, do të thonë kanë edhe më të lehtë. Kur e përmendet historikun e namazit taravis, më kujtoa koha e pandemisë, do të thonë e zbatuam në një farë forme namazin e taravis ashtu siç në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, do të thonë grupe për shkak të kufizimeve dhe çdo kush do të thonë ka falë në shtëpitë e veta, në hapësirat e veta dhe në moment kur e përmende këtë pjesën në kohën e Omerit radhiyallahu anhu më kujtoa ajo puna e namazit të taravive gjatë kohës së Omerit. Lusim Allahun xhaleshanu që ai kohë mos përsëritet, vazhdojmë t'i falim bashkarisht. Ishte një përvojë para se të vazhdosh me pyetjen tjetër, ishte një përvojë e mirë, jo se na sprovoi Zoti me pandemin, por në këtë drejtim ishte një përvojë e mirë që të bëhem edhe nëpër shtëpia dhe ai që se ne jemi mësuar hoxhallar ose imamllarët të prinë në namaz, tash njerëzve u dha mundësi ai që din të lexojë më shumë Kur'an, ai që din më mirë të lexojë Kur'an, edhe nëpër shtëpitë e tyre ta kryejnë namazin e taravis dhe ishte një kënaqësi e veçantë edhe kur u krishte namazi edhe në shtëpi. Edhe pse ishte sprovë prej Zotit për mos me dalë nëpër xhamia, po e kishte këtë pjesën tjetër të mirë që njerëzit u mundun dhe besoj te Zoti janë shpërblir shumë më shumë sepse këtë pjesë e kanë bërë edhe nëpër shtëpitë e tyre. Në formë tjetër u realizua edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë mos i bëni shtëpitë varreza. Do të thonë në atë kohë i kemi gjallëruar shtëpitë me namaz. Hoxha nderuar, me që muaji Ramazanit është muaji i Kuranit, jo vetëm i agjerimit, por është edhe muaji i Kuranit ku zbriti Kurani. Cila është lidhja namazit, domethënë të taravis me Kuranin? Nëse him në atë logjikën, për shembull se nuk ka namaz pa Kur'an, sepse kusht për me u plotësu namazi siç është duhet të jetë me abdes, është edhe duhet lexohet Kur'an. Dhe kjo bën lidhshmërinë e namazit me Kur'anin, e tash do e bëjmë lidhshmërinë e namazit të teravis me Kur'anin. Nëse kthehemi përsëri gjatë historisë, edhe pse te ne mundohemi ta praktikojmë në disa xhamia ose në një xhami apo në një qytet, domethënia e namazit taravis e ka edhe këtë që hoxhallarët ose sahabët më herët kur kanë falë namazin e taravis, kanë lexuar Kur'an gjatë. Ne shiqir Zotit tash muj e i Ramazanit na vin në kohë dimni dhe jacia është herët. Njerëzit kanë kohë që për me bon namaz ose për të falë namazin e taravis dhe pas namazit taravis ende ka kohë derisa të vijë koha e gjumit. Që do të ishte një këshill për të gjithë ne si hoxhallar, namazin e taravis tash ta ngadalsojmë pak. Kam qenë i tharja saj edhe pse në kuadër të lejumes, kur ishte Ramazani në kohët e verës, kur jacia është në ora 10 dhe ai që punëtorët duhet falen deri orën 11 dhe nëse duhet shkojnë punë, në këtë rast do duhet të shiqojmë interesin edhe të punëtorëve dhe të shkojmë pak më shpejt. Mirë po, në kohët dimni për shembull, në suazat normales, në këtë kohë na jepet ajo mundësia që namazin e taravis ta kthejmë pak edhe në atë si është falur në kohën e pejgamberit ose sahabëve ose të gjeneratave të mëhershëm ose gjeneratave të para. Sepse tham lidhshmëria e namazit të taravis me Kur'anin është sepse është traditë e sahabëve, shokëve të pejgamberit dhe gjeneratave pas tyre që në namaz taravih 20 rekat të bëjnë edhe komplet leximin e Kur'anit. Dhe me thonë, në një rekat të lexohet një faqe. Dhe me thonë, Kurani i ka 30 xhuza, i kemi 30 në atë taravije, ose 29 varësisht, po kemi koku të ashtime dhe këtë xhuzi nëse janë 29 ditë. Dhe këto 30 xhuzat për çdo natë ka një xhuz të lexojmë në namaz. Edhe tash përsëri ne flasëm në ato që ne gjithë kërkojmë kënaqësinë e Zotit dhe të përfitojmë sevap. Me një anë fitojmë sevap se jemi në namaz dhe kryjmë namazin, në anën tjetër, jo çdo kush ka mundësinë ta lexojë Kur'anin. Sidomos te ne ka shumë njerëz që nuk dinë ta lexojnë Kur'anin dhe i jepet mundësia ta ndëgjojë imamin
gjatë namazit të teravis 20 rekate komplet një gjus. Mos të mendojmë se bëhet gjatë, nuk bëhet gjatë. Dhe kjo është ai sevapi ose kulmi i sevapit që bëhet edhe në namaz edhe në dëgjon Kur'an. Dhe kjo është një traditë edhe e përsëritjes së Kur'anit dhe kjo është një traditë shumë interesante se njeriu kur e ndjon prej tjetër kujt edhe nëse e kupton thellohet më shumë në domethënien ose mësimet që dalën prej Kur'anit. Pra leximi gjatë në namazin e teravis bën lidhshmërinë e namazit të teravis me Kur'anin, sepse Kur'ani edhe ashtu zbriti ose filloi zbritja e tij në Ramazan. Domethënë lidhshmëria Kur'ani filloi zbresën në Ramazan dhe ne jemi në Ramazan dhe nëpërmes namazit të teravis ne japum mundësi një xhamatit ose një besimtarit i cili nuk di të lexojë Kur'an ta ndëgjojë spaku Kur'anin nga imami nëse i falen rregullisht 30 namazet të teravis, i lexon edhe 30 xhuza, kështu që përfundon me namazin e teravis brenda 30 netve dhe përfundon me ndëgjimin, tash nuk të me leximin, me ndëgjimin e Kur'anit dhe përmbushet, përsëri them përmbushet më shumë dhe e fundit nëse përmendim se sa zevape ka ta lexosh Kur'anin dhe ta ndëgjosh Kur'anin, i ka për çdo harf 10 sevape. E sa shkronja ka Kur'anit ta shumë lehtë është me statistika mund ta nxjerrësh, unë nuk e përmendi këtu, do të thonë aq sevape mund fitojë një besimtar i cili i falën 30 taravi me hatmet Kur'anit me këtë Kur'anin. Për atë arsye edhe ne e bëjmë këtë lidhshmëri namazit teravis me Kur'anin sepse ndëgjojmë dhe lexojmë Kur'an sa më shumë. Edhe kështu, edhe nëse falet 8 rekat, po ato që e falin me 8 rekat mundohen që Kur'anin ta përfundojnë nëpërmes këtyre 8 rekateve, një gjus brenda natës dhe 30 gjuza brenda 30 ditëve të teravis. Kjo është ajo që përsëri po them unë, ne sa më shumë të fitojmë se Ramazani në përgjithësi është mundësi, është rast, edhe namazi teravis na jep këtë mundësi, na jep këtë rast sa më shumë të përfitojmë nga kjo. Pra, domethënë, një besimtar gjatë Ramazanit e përfiton fillimisht kënaqësinë apo atë shijen e teravive. Pastaj ai cili nuk din të lexojë Kur'an përfiton edhe prej hatmës të cilën e ndëgjon, edhe kënaqësinë vete. Pastaj atmosfera e Ramazanit, domethënë Kur'ani, teravia një kombinim fantastik që jep çdo besimtari një lloj ndjenje që nuk mund ta shijojë, domethënë jashtë muajit Ramazanit. Po ndruar edhe pse pak e cekët çështjen apo dispozitën mënyrën e faljes së namazit të teravive, sa rekat ka namazi teravis dhe si falet dhe cila është vlera dhe shpërblimi i namazit të teravis? Unë e përmenda te historiku, ndërsa për vlerën e namazit në përgjithësi, do të përmendi namazit të teravis në veçanti, do të përmendi shkurt di hadithet të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Është një hadith për namazet tjera që Muhamedi alayhis salatu wassalam ka pyet shokët e tij, çfarë mendoni për një njeri i cili e ka pranë shtëpisë së vet një lum dhe në atë lum për çdo ditë nga 5 herë në ditë pastrohet. A do të kishte mbet pa pastërti trupore ose fizike në trupin e tij? Edhe atëherë edhe logjika e sotme e kupton dhe jep përgjigje se një njeri i cili 5 herë në ditë, po themi tash, hin dhe bën tush, ai do të del i pastër ose i çiltër në atë aspektin e tij fizik, sepse brenda ditës 5 herë e ka pastruar trupin e tij. Pejgamberi e krahasoi këtë me 5 kohët e namazit ose me 5 herë nëse merr besimtari abdes, po me 5 kohët e namazit. Dhe namazi është pastrim. Tash namazi në aspekt shpirtëror nuk ta pastron trupin, ai ta pastron shpirtin ose ta pastron gjunahun. Ka hadithe tjera për shembull që ka thënë pejgamberi prej namazit deri namazin tjetër është kefaret, pastrim për gjunahet e besimtarit. Xhumaja deri në xhuma është pastrim, Ramazani deri në Ramazan është pastrim.
edhe namazit teraviz, tash nëse një namaz tjetër bon një pastrim, namazit teraviz njëjtë sepse qëndrojmë ma gjatë në namazin e teraviz, qëndrojmë 1 orë ose deri 1 orë xhims në xhami. Dhe kur të bëjmë ose jemi në lidhje me Allahun xhaleshanu dhe kjo na e mundson, ose unë them, është një filtrim ende ma i shpesh do e them për të bën pastrimin e ujtit që kur ta pish ujtin të jetë pastër, i pastër i shëndetshëm për të pi. Edhe gjunahet tona, se ne jemi krijesa që s'mundim pa bën gjunahe. Allahu na ka kriju në këtë formë dhe ne në moment që bëjmë gjunahe dhe vinë namazet dhe konkretisht tash vin Ramazani dhe vin namazi teravis, ai na pastron. Hadithin tjetër që ka të bëjë me namazin e teravis, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, men kame ose kush e realizon agjërimin dhe namazin që është special në muajin e Ramazanit me besim në to, se ka njerëz që mund ta bëjnë si tradit, jo. As agjërimi, as Ramazani nuk është tradit, është obligim me kategorinë e tij çka është, por është obligim, duhet të dim se Allahu na e ka kërkuar si agjërim dhe pejgamberi e ka vepruar si namaz teravie, me besim se kjo çka është dhe me shpresë dhe kërkim që Zoti ta falë. Dhe me shpresë se inshallah Zoti nëpërmjet këtij agjërimit dhe nëpërmjet këtij namazit që e bëj, mund ka fal për disa gjunaheve që i kum bë, dhe me lutjen që ja bëjmë në fund të namazit, në fund të ditës, inshallah Zoti na ka fal, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gufire lehu ma taqaddama min dhanbihi. Ati i falen gjunahet që i ka bën para kësaj kohe. Dhe kjo është një mundësi për besimtarin që nëpërmjet Ramazanit dhe nëpërmjet namazit të teravis të pastrohet dhe kur dale Ramazani, kur të kalojë Ramazani, ai obligimet fetare t'i ketë shumë më të lehta, sepse atë ngarkesën që e ka pas me gjunahe e ka letu, i ka largu, është pastru si një person që është tepër i papastër dhe hin bën tushin dhe kur del prej tushit ndjen një kënaqësi pastër ashtu prej ujit sa ka dalë, lehtësim i madh. Edhe kur del pi Ramazanit njeriu, inshallah Zoti ja mundson ta ndëgjojë këtë lehtësi dhe kjo është vlera e asaj në aspektin shpirtëror, çka përfitojmë ne nga Ramazanin përgjithësi dhe nga namazi teravis, dhash Zoti na bën prej atyre njerëzive, prej atyre besimtarve që me namazin e teravis të bëhet ky pastrim, ta ndëgjojmë këtë lehtësimin dhe pas Ramazanit punët fetare t'i ndjejmë shumë më të lehta, sepse çdo obligim fetar është për neve, nuk është ngarkesë, është lehtësim, po ndonjëherë njeriu e keq kupton dhe sa më shumë ngarkohet me gjunahe, aq më shumë ja vështirësojnë jetën atij dhe aq më shumë aspekti fetar i duket i rënd. Jo, aspekti fetar është jetë për njeriu, është jetë, është shëndet për ta, sistem jete dhe sa më i përpikt të jetë në aspektin fetar, aq më lehtë e ka jetën ta letoj. Allahu na bëf prej tyre. Amin inshallah. U ndëruar te çështja e namazit është me të vërtet pastrim shpirtëror, por ka dy vlera të mëdha, se është edhe pastrim fizik. Pa qenë i pastër nuk mund të hysh namaz. Kështu që me çështjen e namazit arrin dy përfitime të mëdha. Dy pastrime të mëdha. Përveç e cekëm edhe në fillim të podcastit që edhe fëmijët, edhe plesht, gratë, të gjithë e shijojnë maksimum namazin e teravis. Po se jam duket mua, po të gjithë e shohin me të njëjtin sy që e shikoj unë, ata të cilët më shumë e shijojnë namazin e teravis dhe e presin dhe gjithë vitit janë fëmijët. Dhe normalisht fëmijët si e kanë të natyrës, jo çdo herë mund ta themi ashtu ti qetësosh apo tu flasësh që të mbajnë qetësi apo mos vrapojnë në xhami, shpesh hasim fëmijët të cilët qeshin në xhami dhe ndonjëherë bile edhe vrapojnë në safa, në xhamat. Çfarë duhet bëjmë ne, flasi xhamat apo si xholla në lidhje me këtë çështje? Është kjo një shenjë që kemi një ardhmëri të shëndosh që e don xhamin, pa marrë parasysh se vrapojnë apo qeshin ndonjëherë, apo është një shenjë e cila na tregon se duhet më shumë të mirën masa ose duhet të jenë më të rrept xhamati dhe prindrit? Si e shikoni këtë çështje? Ajo e para që përmende se më tepër mi gëzohen fëmijët, edhe gjinia femërore të ne ndodh që i gëzohen, sepse nuk ju jepet mundësia jashtë Ramazanit. Për shembull, në xhamiat tona ka vënë një traditë namaz me xhamat, sidomos për gjinisë femërore, edhe të fëmijëve të bëhet vetëm Ramazan.
fëmijët normal nga aktivitetet e tyre, obligimet e tyre që i kanë jashtë Ramazanit, nuk kanë mundësi të shkojnë në xhami për çdo herë kur shkojnë të rriturit ose burrat, edhe mezi e presin Ramazanin sepse jepet një mundësi t'i lënë disa punë ose aktivitete tjera anash edhe të shkojnë në xhami. Në këtë drejtim po e fusë edhe gjinin femrore sepse është bërë traditë të ne që të shkojnë në xhami dhe ata e presin më me kënaqësi dhe është shumë pozitive dhe është shumë mirë. Ajo sa i përket pikës që përmendet se qeshin ose bëjnë zhurmë, natyra e fëmijëve është për të qesh dhe për të bërë zhurmë dhe nuk do të kishte kuptim ose nuk do e merrnim vesh ne se kemi fëmijë në xhami nëse ata nuk qeshin ose nuk bënin zhurmë. Përkundrazi, jam i asaj që fëmijët të insistohet të vinë në xhami pa marrë parasysh a do na pengojnë që nuk llogariti si pengesë, sepse çka të bëjmë fëmijët në xhami është e falur prej tyre, sepse janë në atë moshën ku Allahu xhaleshanuhu nuk u shkruan mëkate ose gjunahe dhe të mëdhejve ose xhamatit nuk ja prishin namazin sepse janë në kategorinë e fëmijëve, megjithatë ato duhet të trajtohen ose të organizohen ose të merren afër vetes dhe të jenë pjesë e xhamatit të xhamisë, sepse ata në përmes xhamis ose këtij namazit të taravis që bisedojmë ne, edukohen edhe me shoqërinë, me grupin, se është një mundësi që fëmijët takohen edhe me xhamatin ose me grup moshat e mëdha, për shembull. Se zakonisht fëmijët i kanë ato aktivitetet e veta vetëm me fëmijët, nuk kanë edhe me grup moshat e mëdha. Tash në këtë rast në namaz taravih ose në xhami, ato ballafaqohen edhe me grupet e mëdha dhe bëhet ajo bashkimi i të mëdhejve me fëmijë. Unë edhe të xhamia jonë kam qenë i tharë asaj që fëmijët, sidomos fëmijët që vishin në xhami, insistojshim që vinë mësim besim, që mësojnë paradite ose jashtë Ramazanit në xhami, të vinë në xhami dhe u bëni traditë të ne. Fëmijët ndjeshin si në shtëpi vetë në xhami dhe do e quaj sukses për çdo hoxh ose për çdo xhami, për çdo fshat kur fëmija hin dhe del në xhami si me hin në shtëpinë e vet. Një fëmijë që frigohet të hin në xhami dhe nuk di ku mundohen këpucët te xhamia, ai fëmijë për çdo herë edhe kur do të rritet do e ketë fobi ose frikë xhamin. Unë jam para që xhamia të ketë atë shenjtrinë e vet. Domethënë që duhet t'ia bëjmë respektin në xhamis, jo shenjtrinë, kemi t'ia bëjmë respektin se jemi në vendin ku bëhet adhurimi, lidhshmëria me Allahun xhaleshanu, por jam i asaj që fëmijët të hinë xhami, të qeshin, të luajnë dhe të hinë në xhami si me hinë në shtëpinë e vet. Këta fëmijë kanë perspektivë edhe kur do të rriten, sepse nuk e ka më problemaj nesër kur të ndëgjojë ezanin se ka hinë në xhami dhe ka dilet prej xhamie, se ku e ka vendin xhami, kalun ato kohë kur njerëzit si fëmijë nuk shkonin në xhami dhe kur u dash shkojnë te xhamia nuk e dinin ku i vendojnë këpucët ose ki vendi është i dikujt tjetër apo është i imi, ose a mund të ulem mund tu. Trajnimi i fëmijëve për të hyrë në xhami dhe për të dalë për xhamis dhe për të luajtur në xhami dhe për të falë një pjesë namazit, ato fëmijë mund të falin pak dhe të pushojnë pak, është një cilësi ose një punë që ne duhet ta bëjmë dhe është e mirëseardhshme për brezat në të ardhmen kur do të rriten. Po e ndaj me ju një rast, për shembull, më herët kam qenë me një fshat, pa ja përmendur emrin, dhe punonin me fëmijët. Dhe fëmijët, po them kështu, 80% të shkollës vishin në xhami. Edhe ndonjëri nga mësuesët më thonte, a krejt dhe i bëni hoxhallar? Thoshim jo, ne nuk kemi ardhur bëjmë hoxhallar. Ne u mësojmë mësim besimin fëmijëve, pa marrë parasysh gjinis femrore dhe gjinis mashkullore. Dhe këto shumica prej këtyre do të shkojnë në gjimnaz ose në shkollë të mesme. Këto atje nuk do e praktikojnë siç e mësojmë ne këtu, por them kështu, kur do i krijnë krejt studimet që kanë të krijnë dhe nesër njëri do të bëhet mjek, tjetri do të bëhet inxhinier, kje ka shumë letë të hinë dhe të dalin në xhami, kje ka shumë letë të praktikoje atë që e ka mësuar me ktep, kje ka shumë letë të ndëgjoja të Kuranit që bisedum ne duke u falë në xhami. Pa kompleks. Pa kompleks, sepse kur ka qenë fëmijë e ka mësuar.
Nuk është qëllimi i edukimit fëmijëve ose mësimit fëmijëve që bëjmë ne nëpër mektebe se do i bëjmë hoxhallar. Jo, hoxhallar bëhen medreze. Edukimi dhe mësim besimi nëpër xhamia është për t'i përgatitur nesër kur të bëhen profesionistë të ndryshëm drejtimet e veta, ta kenë shumë lehtë ta manifestojnë atë mësim besimin që e kanë mësuar në jetën e tyre të Po është një përditshme. edukat që ju shërben edhe në shkollë, profesorëve arsimtar dhe edhe prindërve në shtëpi, pasi që Islami na mëson se duhet respektohet prindi, duhet respektohet mësuesi. Në këtë lloj mënyre përfitojnë edhe ato edhe ne. Patjetër. Po shpresojmë se inshallah do t'ja kuptojnë edhe më shumë vlerë. Inshallah. Hoxha nderuar, lutem Allahun xhaleshanu që të shpërblen që ndajte ko. Faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti. Nëse ke diçka për në fund të shtojsh ndonjë këshill apo diçka për në fund. Faleminderit edhe nga ju, është obligimi jon t'ju përgjigjem thirrjeve të organizimeve që i bën muftinia jon, sepse kjo është në kuadër të programeve të muftinisë. Në fund do shfrytëzoj rastin ta falenderojmë për gjitha aktivitetet që i bëjmë dhe është Zoti për çdo aktivitet që bën muftinia, bashkë me hoxhallarët, bashkë me ne që u përgjigjemi këtyre aktiviteteve, Allahu xhaleshanuhu të na shpërblej sepse e fundit kjo është ajo që ne e kërkojmë. Allah i qoftë razi me të gjitha punët tona. Amin, inshallah, faleminderit. Të nderuar të shikues, ndëgjuat edhe vetë vlerën e namazit taravive. Andaj merrni fëmijët dhe t'i mbushim xhamiat këtë Ramazan. Nëse Ramazane tjera kemi lënë ndonjë pjesë, ndonjë saf bosh, këtë Ramazan t'i mbushim dhe merrni fëmijët mbani pranë vetes, sepse duhet të ambientohen me ambientin e xhamisë. Nëse sot apo nesër humbin rrugën, të paktën e kanë një pikë ku të kthehen dhe e dinë vendin se ku mund të kthehen. Lusim Allahun xhaleshanuhu që t'i shpërblen të gjithë prindrit dhe fëmijët apo rinin ton t'i bëj prej rinisë të cilët i nështron Allahu xhaleshanuhu dhe i shërbejnë në formën më të mirë këtij komuniteti. Deri në podcastin e ardhshëm ju lëm në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.